Dhe tani do të flas pikërisht për këtë çiftin që vitin e kaluar u komentua shumë. Ke marrë nënën tënde, po flen me nënën tënde, ik moj plake çoroditur. Ka patur komente të këtilla drejt një vajze e cila me qëndrueshmërinë e saj, me mendjen e saj dhe me ndjesinë e saj bëri revolucion. Unë gjithmonë kam qenë kundër këtyre njerëzve të cilët komentojnë moshën në dashuri. Unë mendoj që në dashuri nuk ekziston mosha. Në dashuri ekziston ndjesia që të jep partneri apo partnerja. Në dashuri ekziston emocioni, por jo mosha. Dhe pikërisht Ilnisa Agolli, pas të gjitha ngjarjeve, pas të gjitha daljeve publike të Meritonit, pas të gjitha deklaratave në thelb, Ilnisa ka reaguar duke thënë që kam bërë gabim që dashurinë time ja kam dhënë një njeriu që nuk e meriton. Dhe në këtë rast, meriton është meritoni. Ilnisa siç duket është prekur dhe ndjet tepër e thyer nga zhgënjimi që në këtë rast i ka krijuar Meriton Mjekiçi, edhe pse në thelb nga ana e familjes së Meritonit, nga ana e Meritonit nuk kishte një dashuri e pranuar, por ndoshta sipas Ilnisës, Meritoni e ka patur një qëllim fiks për të përdorur imazhin, emrin ose Ilnisën në thelb. Siç duket, raporti me Eriolën, raporti me Riken, pasi Ilnisa është pjesë e ati Big Brotheri, ku ka qenë Meritoni, Rikja, Eriola, Romeo, të gjithë bashkë, domethënë Juli. Raporti mes këtyre vajzave dhe Meritonit Ilnisën e ka prekur shumë. Dhe ky raport e ka goditur Ilnisën në zemër që Ilnisa të reagon edhe të flet në këtë formën për të akuzuar veten e saj në radhë të parë që i ka dhënë dashuri që nuk e meriton dikujt që në fakt i ka bërë shumë dëm shpirtërisht. Meriton Mjekiçi në pyetjen për Ilnisa Agollin nga gazetarët e injoroi pyetjen. E injoroi dhe kjo nuk kupton që unë nuk dua as të dëgjoj, por nuk dua as që të flas, por edhe nuk dua që të merrem me të. Domethënë e injoroi krejtësisht. Dhe kjo është ajo pika që Meriton Mjekiçin apo Ilnisa Agollin në këtë rast e vrau më së shumti. Por interesante është që Ilnisa vazhdon të ndjek emocionet edhe gjërat e saj. Gjithsesi, rrugët më janë të ndara. Ilnisa ka vazhduar jetën e saj. Kemi dëgjuar për një emocion dashurie, një lidhje dashurie, por ndoshta këtë fjalën e ka thënë se ndoshta partneri i ri që Ilnisa e ka në jetë e mban shumë më mirë se Meritoni, e bën shumë më të lumtur se Meritoni, i jep kënaqësi më shumë se Meritoni, dhe pikërisht kjo gjë e bën Ilnisën që të jetë e bekuar, e bën Ilnisën që të jetë e lumtur dhe e bën Ilnisën që të jetë në formën më të mirë të mundshme. Dua të marr mendimin tuaj.